Në vazhdimin e sotëm të seansës gjyqësore për zjarrin në diskotekën në Goçan, avokati Petre Shilegov kërkoi që procedura të ndërpritet për një pjesë të akuzuarve. Kjo kërkesë vjen pasi javën e kaluar Prokuroria Publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit vendosi të tërheqë aktakuzën, përkatësisht të mos i ndjek penalisht për vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme 7 polic. Shilegov thotë se nëse këta policë lirohen, atëherë edhe të akuzuarit e tjerë që aktualisht janë në gjykim nuk duhet të ulen në bankën e të akuzuarve. Kërkesës së Shilegovit ju bashkuan edhe avokatët e tjerë. Gjyqtarja Diana Gruevska-Ilievska tha se është e njohur me aktakuzën që në fund të javës së kaluar e paraqiti Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, por siç tha ajo, gjykimi është në vazhdim dhe do të vazhdojë. Кривично-правниот настан обвинителството за организиран криминал се јавува како надлежно обвинителство, бидејќи основното обвинителство нема право да презема кривично-правни действија према полицајци. Ако имате искривично-правен настан, во тој предмет имаше, мислам, 27 полицајци беа опфатени со тој предмет, на 13 е превземено, зашто биле должни да го инспекторираат примената на пиротехниката, меѓутоа на другите не е, токму од причини што немале таква должност. И сега, луѓето кои што се наоѓаат овдека на обвинителната клупа се луѓе кои што немаат должност да вршат инспекцијски надзор и сепак е контрадикторно ќе се сложите за искривично правен настан со исти правни квалификации. За едни луѓе државата да каже, видете ова дело не можете да го направите освен ако не го предизвикате лично позорот, а за овие луѓе кои што се тука да тврди сосема поинаку.